Kurti ndaj gjykatës kushtetuese ku vendi është në blokad, është masa e përkohshme e gjykatës kushtetuese deri me 30 shtator, çfarë prisni të ndodh, a mund të ketë canaj tjetër blokad edhe pas këtij aktgjykimi që do të vijë apo jo? Unë mendoj që zgjedhjet do të jenë të pashmangshme. Dhe është çështje e kohës se kur do të mbahen apo do të mund të mbahen. Po që do të mund të ketë diçka, do një marrëveshje disi po më duket tejet e vështirë, për shkak se nuk e besoj e para deri më tani ajo që e kemi parë, s'pari Kurti nuk është i gatshëm të ndaj pushtet, për shkak se po të kishte qenë i gatshëm me siguri që do të arrinte atë, për shkak se sido që tjetë ne kemi pasur edhe partit vogla të cilat bile deri në zgjedhjen e presidentës do të mund ta çanin qeverisjen, por po e them Kurti s'është interesuar të ndaj pushtet me asnjë parti. E kemi pa edhe ofertën të cilën ja ka bërë Lidhjes Demokratike, ajo ka qenë një farë oferte, po ta bëj një ofertë, po ti mos e prano. Për shkak se nuk mund t'i bësh ofertë një partije dhe ta mësosh atë pastaj se si të menaxhohet e tjera. Për shkak se kemi të bëjmë me dy parti në vend që të taftoj që ti shohin programet e tyre se ku mund të bashkëveprojnë, ai dërgon letër dhe i tregon kush ka qenë parti tyne. Do thotë është më shumë ka qenë ofendim. Si kishte ndodhur 2019 ato negociatat? Më shumë ka qenë ofendim se sa ofertë, ju them të drejtën. Partinë Demokratike nuk e oferton. E anashkaloj. E anashkaloj për shkak se kanë frikë, ju them të drejtën. Për shkak se Lidhjen Demokratike Vjosa Osmani e ka mësue, kom thënë në këtë studio, Vjosa Osmani e ka mësue votusin e Lidhjes Demokratike të votoj për vetëvendosjen. Por derisa te Partia Demokratike, votusi është ende o voton për PDK-n ose s'voton fare, do të pasivizohet.